Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka në hadith të Sahih Bukhariu nga Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, që ka thënë: kunna idha sa'idna kabbarna wa idha nazalna sabbahna. Do thotë e kishim zakon që kur të udhëtonim me të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam, kur ishim në një kodër, ngriteshim lart, thonim Allahu akbar. Dhe kur zbritnim, thonim subhanallah. E kjo kuptimin e ka që thot kur ngritesh e madhron Allah subhanahu wa taala, din se Allah edhe pse ti ngritesh, edhe pse je lart, Allah është më i madhi. Allah është nuk ka më të madh se Allahu subhanahu wa taala. E kur të zbresësh në zbresi, në ultësi, thot ke ultësi, ka zbritje, e duhet ta dish se Allahu subhanahu wa taala është më i larti. Nuk asesi nuk ka gjë të ulët në Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu ka në hadith të nga Ebu Musa al-Ash'ari, që është në Bukhari edhe Muslim, që ka thënë që ata kanë bërë tekbir dhe tehlil, do të kanë thënë Allahu akbar, la ilaha illallah në lartësi, dhe kanë zbrit, kanë thënë subhanallah, dhe kanë ngrit zërat. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: eyyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban, innahu ma'akum, innahu qaribun sami'un qarib. Thënë: o ju njerëz, rrini gati vetes, qetësoni veten tuaj, nga se ju nuk jeni duke thirrur dikë që është i cili është nuk dëgjon, dhe që është larg, që nuk dëgjon, dhe nuk është i pranishëm, po ju e thirrni dikë i cili është afër, i cili është me juve, dhe i cili dëgjon subhanahu wa taala.